fakt, sipas burimeve të mia dhe sondazhet, Partia Socialiste nuk ka ndalë mirë për Rogerta Manastiliu dhe për këtë arsye po kërkohet dhe kjo koha dhe afrimi i saj me njerëz dhe të tjerë. Qofse Rama nesër, apo nuk e di, ai procesi i rregullt shkarkon Veliajin dhe kemi zgjedhje. Ju, pra përpara 2027-s, a do të jeni ju në mbështetje, do kemi këtë formulën që kishim për Florian Binajin apo do të shkëputeni? Tani nuk ka shanse. Nuk ka shanse. Nuk ndodh më. Jo, një sekond. Do ketë zgjedhje në 2027-ën. Nuk ka tani është marrë vendimi gjykatës kushtetuese, nuk është se gjykata kushtetuese më ndëshoj mendje dhe thotë jo, prit tani do ta shkarkojmë. Për të përgjigjur, edhe është përgjigjen, jemi shumë larg zgjedhjeve, sigurisht leksioni që morëm nga kjo që ndodhi, nuk premton mirë për një formulë, as bashkëpunim, se nuk është e bashkëpunuam. Po nëse po doja në 2027 do nxjerrte Florian Binajin si kandidat dhe ndoshta Florian Binaj ishte kandidat shumë i mirë dhe Florian Binaj vazhdon edhe ka mbështetjen tonë. E qartë. Pyetja ime fundit, zoti Shea, ju keni qenë pjesë e Partisë Demokratike. Tani jeni kreu i Partisë Mundësia, jeni kundër kësaj mazhorance, por edhe shumë kritik ndaj opozitës Partisë Demokratike. Nëse mund të më thoni, unë nuk jam marrë me pëdën, ju po më cilët kolegë respektoni për plasën e pëdën keni pasur me eksponent më kanë caktuar. sulmuar, po unë nuk merre me pëdën. Dhe ju jeni përgjigjur. Ju më ftuat këtu dhe më thatë, agron të kemi ftuar, do flasim për pëdën. Ne nuk folëm për... Gabim është nëse nuk merresh me atë që të zvoglon. Gabim është nëse nuk merresh me atë që të zvoglon. Se bëhet fjalë për elektoratin e djathtë. Ti s'merr nga PS-ja besoj. Përgjigjeni pyetjes time. Kë respektoni politikisht, sigurisht, nga kolegët tuaj në Partinë Demokratike, ende që e mendoni që ka një brum të mirë kundër kësaj mazhorance? Sepse jeni zakonisht kritik. Në Partinë Demokratike ka shumë figura të mira, më vjen shumë keq që nuk flasin për thelbin e problemit. Edhe kjo tani, edhe unë thash edhe një sekond, se kjo është shumë e rëndësishme. Nuk merren elefantin në dhomë në Partinë Demokratike, ka një emër, Sali Berisha. Duan, s'duan. Tani, unë kemi... Kur keni folur për të fundit me Berishën? Më fal një sekond. E përsëris, Berisha ka gjithë të drejtën e tij për të qëndruar në Partinë Demokratike, se ka marrë 34% votave. Por, për të shkuar për te 34%-shit, apo për mos u zvogluar, problemi është Sali Berisha. Dakor? Dhe gjithë ta tani që flasin për reformim, ndryshim, nuk thonë flasin për problemin. Duan t'i bëjnë, se ti më detyrove të flasë për PD-n. Po përgjigjes po më jepni konkrete, me emra konkrete. Tani duan të bëjnë analizën e punës së kryetarit të seksionit të një fshati të humbur të Shqipërisë, se pse, je ka fajin se humën zgjedhje tani, kjo është qesharake. Mos kalojmë tek gjitha kjo. Dhe nuk merremi me problemin. Pra një emër të përveçëm nuk e keni, nga ajo që ju pyeta. Po jo, se ka disa nuk. Okej, mirë. Me Berishën, kur keni komunikuar për herë të fundit? Zoti Shea. Kur i ka? Ai ka qenë komunikimi i fundit. Mund të guxohet me pyetje tjetër, pa ironi? Tani nëse varet nga pyetja, unë nuk mund të garantoj. Po komunikimi i fundit me Lulzim Bashun, kur ka qenë? Kjo, kur e sfidova. Qartë. Faleminderit që më qishit në studio, faleminderit për kohën dhe për bisedën. Faleminderit shumë Rezarta, faleminderit Osman, faleminderit Gimi. Ishim në transmetim të drejt për drejt nderuar shikues, ka nisur transmetimin në orën 21. Kemi qenë me kreun e Partisë Mundësia, zotin Agron Shea, dhe kemi folur për gjithçka është kryefjalë në këtë ditë në aktualitetin politik, sikurse dhe zhvillimet nga drejtësia.